Unë mendoj se nëse qenie njerëzore, duhet ta kuptojmë frustrimin e një pjesë të popullatës rreth asaj që ndodhi në vend. Nuk është asgjë tragjike që është votu kundër apo pro, po është tragjike që ka pas një fjalor denigruese fyes ndaj Islamit nga disa deputet. Nuk pajtojmë denigrus, as nuk është përmend fyrja. Lutem, mirë, të dilim çka është fjala denigrus, konkretisht ku shkon? Fyrja denigrus për shembull kur feja krahasohet në këtë rast me teorinë e Darwinit, e cila është një çështje që ka shumë fyshë për neve fetarët. Sepse ne deklaruam si majmun prej deputetit. Deputeti tha. Është transkripti i onicizimit ku kush i thon majmun, përkundrazi të kombroj ty si qenie njerëzore. Thon asnjë njeri nuk e ka prejardhje prej majmunit. Kush do të vazhdimi ishte nëse ju mendoni atëherë është puna e juaj. Që çështje individuale se cili besimi. Kush do të latifi? Nuk thot teorinë e Darwinit që njeriu e ka prejardhjen prej majmunit, ti nuk e pas ke lexuar. Po ti se pas ke lexuar. A ke lexuar origjinën e specieve? Gjithsesi teoria e evolucionit. Në moment nuk ka teori të evolucionit. Njeriu nuk evolon. Njeriu është si qenie, çush ka qenë prej krimit deri më sot. Njeriu nuk ka ndryshe. Kundrazi njeriu nuk evolon. Pas ke lexuar. Ti domthon nuk e lejon alternativë. Nuk ka alternativë. Merend, zoti Latifi. Zoti Latifi, vazhdojmë. E pas ke lexuar gabim. Unë shumë e vërtetë. Origjinën e specieve të Darwinit. Pas ke lexuar gabim. E dyta që ka thonë parlament bota bashkohore ka humbur poshtën e nuk është e vërtetë. Shumë se shara, kemë shkuar në këtë perëndim në Shtetet Bashkuara, mi thon diku që e pasar si më e shtyse për ta. Nuk thuhet kërkun. Ku nuk thuhet se nuk e kit. Teoria e Darwinit e promovon ato. Teorinë e evolucionit, që njeriu e ka. Dëgjoni. Teoria e Darwinit thot se njeriu është produkt i një evolucioni të gjatë, që ka zgjatur me miliona vjet. Jo me 2000 vjet, jo me 3000 vjet, jo me 4000 vjet. Prej ku ka evolu njeriu sipas Darwinit? Jo, prit po dalim në aspektin zoti Imam nuk po thotë është e papranueshme. Prej evolucion. Prej kujna? Që ka përfit krejt qenie të gjalla. Jo vetëm njeriu. Që ka përfit të gjitha qeniet të gjalla, ka ndodhur përmes procesit të seleksionimit natyror. Njeriu ka evoluar prej një familje kafshësh, që aje qunë antropoid, jo majmun, kërkun si qunë, antropoid. A fat me majmunin? Jo. Të antropoid. Para se me vazhdu, të marim edhe zotin Matoshe, mi thonë njërit prej familjes të marim bësha kërku, shkojmë pak me rend, sepse është debat që njerëzit shumë janë të interesuan për të parë. Do të kemë mende, zotin Latifit, shkojmë me... Po keme dhe zotin Matoshe që nuk ka folë. Deri me sot, nuk ka dalë asnjë teori që ka përgjigjështuar Darwin. Teori? Asnjë teori shkencore. Vjetra, ta shumë ti argument. Zoti kemë ne ta dëgjojmë, pastaj do të them. Edhe deri më sot nuk ka asnjë argument shkencor për teorinë e kreacionizmit që promovon. Asnjë argument shkencor që njeriu është produkt i një akti të një artizanati hyjnora mbi natyrë. Nuk keni argument.